New hits now on Lancho. Unë them që nuk mund të kishte hyrje më të bukur se sa kjo. Dhe nga kënga që ju sapo dëgjuat, në fakt e keni kuptuar më së miri, dhe sidomos ju që jeni fansa të zjarrt të tij, që në studio un kam një personazh aq interesant që jam shumë e lumtur që po e çel këtë sezon me të. Zonja dhe zotrinja, ai është Frank Ibrahimi. Sa shumë që ma bën qefin Erma, nëse ti e lumtur që po çel sezonin me mua, un jam super i mbi lumtur, ekstremi lumtur që jam këtu për herë të parë me ty në këtë emision. Thank you so much, Erma. Mirë se erdhe në Top Albania Radio. Dhe e kuptoj që të ka kapur një emocion i papar. Po më ka kapur emocion i papar sepse njerëzit që na dëgjojnë nuk e din, po unë ty përveç se të kam shumë shoqe nga jashtë, domethënë apo të thoja që unë kur futem në një ambient të ri, sillem si I act like a child, që jam super i lumtur dhe super i emocionuar aty në kohë, kështu që ç'a mos të jemi lumtur në fund. Franku në fakt është pjesë e Lanchos sonte, sepse ai ka lançuar këngën e tij më të re 8 javë më parë, është bërë pjesë e Top List, titullohet Vegim, por ne do të flasim për të vetëm pas pak çastesh. E di që zakonisht në fakt pyetja e parë që nëpër intervista bëhet është si ka nisur çdo gjë, edhe nuk doja që të isha shumë klishe, por për dëgjuesit tan ti je një figurë relativisht e re. Kështu që doja shumë që të ta bëja këtë pyetje pikërisht sonte, sepse dua të na rrëfesh pak më shumë mbi historinë tënde. Okej, kështu që nuk është dhe aq klishe kjo pyetje, dhe trust me. Për sa i përket këngës Vegim, a do të flas rreth këngës Vegim apo do të flas rreth Frank Ibrahimit backgrounding? Më trego si lindi Frank Ibrahimi, jo si lindi kështu, them artistikisht. Frank Ibrahimi lindi në 26 nëntor të vitit 2000 nga IMM, një të diel, një shigjetar i devotshëm, një të diel paradite rreth 10. Po jo ato lindje. Shiko, muzika ka lindur tek unë shumë i vogël. Në fakt kam qenë pambushur 4 vjeç kur kam kuptuar edhe kur kam dëshiruar të merrem me muzikë për herë të parë, domethënë, edhe që prej asaj kohe nuk rresht së ndëruar jam një ëndrimtar që vazhdon të luftoj edhe të fluturoj për ëndrat e tij lidhur me muzikën, domethënë. Dhe kjo është shenja më pozitive që mund vi nga një këngëtar, sepse ëndrat janë shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme në art, mendoj unë personalisht. Është shumë e vërtet, biles ka nga ata që kohët e fundit më kanë thënë ëndrat janë për fëmijët, janë gjëra pa vlerë, janë gjëra boshe. Dhe unë që replikoj me njëherë duke qenë që unë e mbaj veten si një ëndrimtar shumë të zjarrt të vetes time, edhe të gjithë atyre që duan të arrijnë diçka, domethënë, edhe keep dreaming, një little message. Unë them që ëndrat janë boshe vetëm nëse ti nuk bën asgjë për to. Pra, jo boshe, por që mbesin në sirtar nëse nuk i ndjek. Domethënë, kjo është e vetmja arsye që unë personalisht mund të logjikoj. Por ëndra jote është bërë realitet, ti tashmë je në skenën e muzikës shqiptare, tashmë je aty që njerëzit të ndjekin edhe të dëgjojnë, dhe ke risjell një frymë të re, nëse mund të themi kështu, në zhanrin e rockut. A ke qenë ti natyrisht i tërhequr nga ky zhanër, apo për shembull mund të ketë thënë dikush po sikur ta provoje për shembull rockun? Si e kanalizoj veten këtu? Bukur. Shiko, Erma, që nuk je klishe, trust me. Shiko, lidhur me rockun e kam pas ndjekur që fëmijë dhe domethënë është rrjedhoje të gjithë muzikës që unë kam dëgjuar kur kam qenë fëmijë, edhe po shikoja që pa këto vinilet që keni ju këtu, edhe të ndaj u emocionova shumë se unë kam vetë në shtëpi vinile të albumeve që i mat ka sjell që në vitet e 90, domethënë nga Franca, edhe unë jam rritur me atë lloj muzike, kështu që ajo lloj muzike ka ndikuar me sa duket edhe sot e kësaj dite që unë të vazhdoj të lundroj edhe të risjell, le të themi, disa nota, se dua të bëhem shumë old në stilin tim, shumë i vjetër, po le të themi që të risjell disa nota rocku në muzikën shqiptare. Pra ti ke hyrë në mënyrë natyrshme sepse ka qenë muzika me të cilën je rritur. Po pavarësisht se domethënë kultivimi është gjithmonë i pranishëm në cilin do prej nesh, domethënë jemi gjithmonë në kultivim progresiv. Po anyway, mendoj që ka ardhur në një mënyrë natyrale. Unë me që të pyeta për këtë gjë, doja edhe ta lidhja pak me diçka tjetër, pra me një pyetje tjetër që do të bëja shumë shkurt, duke qenë se ne do ta ndërpresim, do të rikthehemi
vetëm për pak çaste. Duke qenë se ti ka domethënë ka qenë diçka që ti e ke ndjekur në mënyrë natyrshme si zhanër. A ka patur ndonjë artist specifik të këtij zhanri që ti e ke ndjer sikur ka qenë më pranë teje nga ana artistike? Ka pasur shumë artistë. Sa herë që më bëhet kjo pyetje se me kë artist, domethënë i rritur më shumë ti ose kusht ka kultivuar ose kështu, është e vështirë të përgjigjesh, duke qenë që Jim Morrison ka ndikuar shumë tek unë për shembull. Apo The Beatles, apo The Rolling Stones. Apo shumë, nuk si çfarë mund të them, Michael Jackson, Freddie Mercury, janë të gjithë emra, domethënë se po më vjen një fluturim, një mori emrash tani. Eric Clapton gjithashtu ka ndikuar shumë, Elvis Presley ka ndikuar shumë. Po të bëjmë të listën, nuk marrim deri nesër në mëngjes. Më mirë që, kështu që nuk do thoja një artist specifik, do thoja një grumbull artistësh. David Coverdale gjithashtu në lidhur me rockun, kështu që anyway, po përmendim disa emra kot. Më pëlqen deri ku ka shkuar kjo intervistë deri tani në këtë moment, kështu që ne do të rikthehemi vetëm për pak çaste që të vazhdojmë bisedimin me ty, le të kthehemi te kënga e radhës. Ne rikthehemi me UK Drill, ishin Nems dhe Central C që i ndoqën me Dilemma dhe jemi sërish me Frankun në studio. Dhe ende s'kemi nisur me gjërat më të bukura, do thoja. Jam shumë kurioz të di se çfarë do më thuash. Atëherë, unë do të them një gjë që besoj se do të filloj të ngacmoj mendimet. Ti ke qenë pjesë e një formati në të cilin arrite që të fitoje një fanbazë teje të gjerë. Dhe si e ke pritur ti dashuri nga publiku? Kur në fillim u prezantove në këtë format, më pas u rrite dhe more atë vëmendje që ti doje si artist. Shumë e vërtet. Wow, Erma. Shiko, që të ruaj pak atë modestim fillimisht, fanbaz nuk e di do thoja është domethënë gjëja e duhur apo jo, sepse nuk e di këtë gjë, po fanbaz, domethënë fanbaz quhet edhe nëse ti ke, po theme, po ja fuskotun, edhe po patë 5 fansa, edhe 10, edhe 200, edhe 5000, quhet fanbaz. Në këtë kuadër, jam dakord. Por do thoja që si e kam pritur, nuk e di nëse kam shprehur mjaftueshëm apo jo falënderimin që duhet të bëj për mbështetjen që kam marrë nga të gjithë këta persona që më kanë mbështetur nga dita e parë deri më sot, sikur qoftë edhe mbase jo nga dita e parë, mbase nga dita 100 apo I don't know, nga dje deri sot, domethënë jam ndjej detyrim moral për t'i falendëruar të gjithë nga I pari te I fundi, domethënë sepse për mua kjo gjë është një ëndër që e jetoj, edhe kur jeton një ëndër normalisht duket sikur është surreal edhe duket sikur nivelet e lumturisë janë shumë të larta për ta, dhe kjo gjë ndodh vetëm fal tyre, domethënë nëse ata më përkrahin, më japin krah për të vëjuar rrugtimin tim, domethënë dhe shumë normale që duhet ta pres me një falënderim të madh. Më vjen për të qeshur sepse pyetja e radhës që do të bëj është sa vajzat kanë shkruar që kur dole për herë të parë në televizor. A duhet përgjigjem për këtë pyetje? Po si të duash di, si ta ndjesh? Po tani unë jam tip që vjen shumë në ziklet nga këto lloj pyetje, shumë. Dukesh se po skuqesh. Shumë. Kjo është përgjigje. Nuk do përgjigjem mirë, në rregull, nuk ka problem se do ta zbulojmë para kuindave. Dhe pas pjesëmarrjes që ti ke patur në kompeticione të ndryshme, ku padyshim vokali edhe stili që ti ke kanë qenë mjaft evident, dhe kjo dallohet domethënë nga e gjithë qenia jote se si ti paraqitesh tek publiku. Ti ke publikuar Vegimin, që tani do ndalemi më në fund në këtë temë diskutimi. Vegimi ka debutuar në vend të 72 në The Top List, momentalisht e gjejmë në vendin e 81 edhe pas 8 javësh qëndrim, ajo e pati të kulminacionin në vendin e 12. Në vend të 12 e vërtet, ajo ishte java ku kapi domethënë vendin më të lartë. Shiko, unë as që prisja që do hynte në top list, se për mua top lista është ajo Billboard Awards, a ke parasysh. Ashtu preferojmë edhe ne ta mendojmë. Kur kam qenë më I vogël lëria dhe prisja çdo fundjavë dhe shija këngët më të fundit, edhe tani sot që unë kam një këngë aty me shpresë që do jenë dhe shumë të tjera brenda. I shton ndoshta atij surrealitetit që ti thua. E vërtet, domethënë, po nuk e prisja dhe ishte të shkoja vendi 12, të them drejtën, edhe unë jam tip edhe
edhe që nuk e përdor shumë rrjetin social apo lidhur me këto gjëra të tilla, domethënë jetë private apo an muzike, nuk është se i përdor shumë dhe atë ditë kur mora vesh isha vendi 12 e bëra publikimin në të gjitha rrjetet e mia sociale, jam vendi 12 ura. A mund na rrëfesh pak më shumë mbi historinë e vegimit, domethënë çka të shkurtër që ti mund të thuash? Vegim në radhë të parë është një këngë zemre, është një këngë domethënë që unë e kam shkruar me shumë pasion edhe ka lindur, filloj të shkruhej në 12 gusht ka qenë. Okej, 2024. 2024 në shkallët e oborit të shtëpisë time, me një kitarë në dorë, domethënë, isha bashkë me Jamesin, që është kitaristi i shoku im i ngushtë, domethënë, me të cilin unë ndaj rrugtimin tim muzikor. Isha bashkë me të edhe i thash James, shiko, a do i luash dot 2 akorde për mua? Dhe ashtu u krijua, domethënë. Ashtu u luajtën ato akordet e para edhe më pas James i futi gjithë idenë e tij. E disa bukur është kur më shpjegon këtë procesin kreativ të gjithë gjës, vërtet të jep kush arrin ta vlerësojë, domethënë muzikën në disa nivele, po themi më tepër se sa dëgjuesi mesatar. Pra kur themi dëgjues mesatar, gjithmonë flasim një dëgjues që shijon muzikën hë për hë. Pra nuk është se ka ndonjë interes të veçantë etj. Kjo është e mira e të krijuarit me muzikant, do thoja, që të luash edhe të trazosh tamam instrumentat edhe ta bësh çdo gjë vitale. Duhet të thënë që vegim është vitale tamam si këngë, sepse çdo instrument është hedhur live në këngë, domethënë, dhe është vërtet vitale. Kënga u shkrua brenda natës, domethënë, edhe kur je frymzuar me një herë fillon. Ishte pas dite kur filloi kur u prodhuan akordet e para dhe brenda gjithë natës deri në orën 3 të natës u shkrua dhe u përfundua komplet struktura dhe teksti i këngës gjithë bashkë. Mirë, më pëlqen shumë historia e vegimit. Çfarë piksunimesh i ka vendosur Franku vetes për 2025-ën sa i takon rangut muzikor? Piksunimet janë ato ëndrat gjithmonë, se unë çfarë ke diçka që do ta ndash me? Shkoj do përfundoj gjithmonë te ky diskutim, nuk e di pse jam shumë boring ndonjëherë. Anyway, të prodhoj këngë të mira, të zgjeroj repertorin tim edhe të vazhdoj rrugtimin tim live, domethënë duke prekur skena të ndryshme dhe të jem gjatë gjithë kohës në kontakt me publikun. Më pëlqen shumë kjo që është like pasioni im i madh që të ndaj muzikën time me publikun edhe me bandin, me shokët e mi, domethënë Jamesin, Landin dhe Gysin. Edhe një pyetje të fundit që dua të bëj përpara se ta përmbyll çdo gjë, nëse arti yt do të ishte një person, çfarë personaliteti do kishte shumë shkurt? Nëse arti im do kishte një personalitet, çfarë personaliteti do kishte? Çfarë pyetje e bukur. Më thuaj 3 karakteristika, pra 3 mbiemra. Çfarë si do ishte? Shumë shkurt. Pasionant. Okej. Aventurier. Okej. Dhe karakteristika e tretë, emocional. Më pëlqen. Shumë faleminderit Frank që ishe këtu me mua në Top Albania Radio. Faleminderit që çele sezonin e Lanços kësaj here. Duhet do të them diçka të fundit që e kam bërë në plan prej shumë ditësh ta them, sa herë dëgjoj vokalin tënd në radio, them që kjo vajzë është lindur për të folur këtu, domethënë ke një vokal super interesant, duke qenë që e vlerësoj unë që jam studiues edhe le të themi shumë i fiksuar me timbrat edhe me frekuencat zanore, vokale apo frekuencat në përgjithësi të soundit, kështu që. A ka mundësi që njerëzit që vinë në këtë studio të mos ma thonë më këtë gjë, se do filloj të qaj ndonjëherë live, do dalin në video kjo gjë. Nuk mërzitem që nga midis sajti në radhë që e them këtë gjë. Kjo është një gjë klishe, domethënë për ty. Po që është e vërtet në fund të ditës edhe. Shumë faleminderit. Shijoje se ke dhurat nga Zoti. Shumë faleminderit që ishe këtu në atë parë. Faleminderit edhe për fjalët e mira. Ne shkëputemi me Hugel dhe Teddy O, Champs and the Rave, është kënga që do të ndiqni tani.